u përgatit shumë në stërvitje me ekipën për të martën kundër Maqedonisë edhe jena të edhe maksimumin si cilën stërvitje edhe shpresojmë që do me fitu të martën. S'vram të herë me Ladvin s'kam qenë në grumbullim se kam pas një lëndim, e kësaj herë jam këto edhe besoj që kam me shku krejt super. Fatmirësisht ndeshjen e parë kemi fituar me rezultat benz 4-0, shpresoj që edhe këtë ndeshje me triumfu njëjtë. Besoj kemi pas mjaftueshëm ditë që me përgatit atë ndeshje, me përmirësu gabimet që kemi bërë dhe ndeshjen e dytë dhe shpresoj që me triumfu prapë në ndeshje të martën. Atmosfera është shumë e mirë, kemi qenë bashkë gjatë gjithë këtyre ditëve, nuk kemi pas ndonjë mungesë, nuk ka pas ndonjë lëndim, kjo është mbi të gjitha dhe shpresoj që edhe këto 3 ditë do na mjaftojnë që të përgatitemi mjaft mirë për ndeshje.